Do të shohim tani edhe ecurinë e tregut brendshëm valutor për gjatë ditës së sotme, ku sigurisht se diskutuam edhe pak më parë me zotin Elvin Meka, euro vjon qëndroi pranë niveleve më të ulta historike në raport me lekun në tregun e brendshëm, sepse kemi ende fluks të monedhës europiane në ekonominë tonë, kryesisht nga remitancat, por njëkohësisht edhe investimet e huaja direkte. Në ditën e sotme, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98, dollari në anën tjetër ka fituar disa pikë në raport me lekun dhe është afruar nivelit të 82 lekëve në blerje dhe 83 lekëve në shitje. Kjo për faktin se në tregje ndërkombëtare, sikur se pam pak më parë, vjet re forcim i monedhës së gjelbërt në raport me euron dhe në raport me monedhat e tjera. Kjo rritje e dollarit është efektuar edhe në tregun e brendshëm. Sipas Iliria 98, dollari blihet me 81.8, shitet me 82.8 lekë, ndërkohë euro vjon tregtohet në nivelet më të ulta historike, blihet me 96.1 dhe shitet me 96.8 lekë. Në ecurinë e frangës zvicerane, kjo monedhë blihet me 102.5 dhe shitet me 103.5 lekë. Ndërkohë paundi britanik blihet me 109, shitet me 110.4 lekë. Edhe paundi britanik është forcuar lehtë në raport me lekun, ndërkohë investitorët në lidhje me këtë monedhë presin vendimarrjen e Bankës Anglisë ditën e nesërme, ku pritet gjithashtu një rritje e një ulje e normës bazë të interesit. Megjithatë, politik bërësit e Bankës Anglisë janë të ndarë në lidhje me uljen ose jo të normës bazë të interesit. Mbretëria e Bashkuar ka një normë interesi më të lartë krahasuar aktualisht me eurozonën. Ndërkohë në ecurinë e dollarit kanadez, kjo monedhë blihet me 59.3, shitet me 60.4 lekë. Dollari australian blihet me 53.8 dhe shitet me 54.8 lekë. Jeni japonezi qëndrueshëm blihet me 0.51 dhe shitet me 0.55 lekë, ndërkohë lira turke ka humbur terren edhe ditën e sotme për shkak të rënies së lirës përballë dollarit në tregje ndërkombëtare. Lira blihet me 1.86 dhe shitet me 1.95 lekë, dhe së fundmi juani kinez blihet me 10.82 dhe shitet me 11.63 lekë në mëngjesin e sotëm, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98. Kjo ishte ecuria e tregut të brendshëm. Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, ku vjet re tendencë në rënje e euros përballë dollarit amerikan pas fitimeve që monedha europiane realizoi ditën e dielshme në raport me monedhën e gjelbërt. Ka pasur disa dhëna që janë publikuar në Shtetet e Bashkuara, dhënat vënuara për shkak të mbylljes 43 ditore të qeverisë në SBA dhe përjedhoi. Efekti ka qenë negativ tek monedha e gjelbërt, por gjithsesi në sesionin e sotëm dollari ka rifituar një pjesë të humbjeve të realizuara ditën e dielshme. Referuar dhënave, rezultoi se ekonomia amerikane krijoi 105.000 vende të reja pune gjatë muajit tetor, një shifër më lart krahasuar me pritshmëritë e tregjeve. Njëkohësisht, investitorët po presin edhe të dhënat që të publikohen në eurozonë, por ç'është më e rëndësishmja, ditën e nesërme do të jetë takimi Bankës Qendrore Evropiane dhe Bankës Anglisë. Për Bankën Qendrore Evropiane parashikohet që norma bazë e interesit të mbajë pa ndryshuar në nivelin e 2%, ndërsa paqartësi pa siguri ka në lidhje me vendimarrjen e Bankës Anglisë. Përjedhoi paundi britanik në sesionin e kaluar u forcua me rreth 0.5% në raport me dollarin, por sot realizon humbjet më të mëdha. Fillimisht euro ka rënë me 0.27% përballë dollarit, këmbehet me 1.14 dollar amerikan. Paundi britanik realizon humbjet më të mëdha me 0.74%, duke kthyer të gjitha fitimet prej 0.5% që realizoi në sesionin e kaluar. Aktualisht paundi këmbehet me 1.3321 dollar nga rreth 24.30 që kuotoi në sesionin e kaluar. Përballë frangës, dollari është rritur me 0.45%, këmbehet me 0.794 franga. Dollari australian gjithashtu ka humbur 0.2% vlerës në raport me dollarin amerikan, këmbehet me 0.6617 dollar amerikan. Edhe dollari kanadez ka rënë me 0.18%, kuotohet në 0.7256 dollar amerikan, dhe në raport me jenin, dollari është rritur me 0.52% të vlerës dhe kuotohet në 155.52 yen mesatarisht. Në ecurinë e tregut të kriptomonedhave, vjon tendenca në rënje edhe në sesionin e sotëm, me Bitcoin që ka shkuar drejt nivelit të 86.000 dollarëve. Në sesionin e kaluar amerikan filloi tendenca në rënje, e cila vjon edhe sot.
Kriptomoneda me madhe në botë kuotohet në $86,626.14 në rënje me 1,32% të vlerës. Ethereum ka humbur 0,58%, kuotohet në $2,934.42. Ripple ka humbur 0,61% të vlerës, këmbehet me 1,9151. Litecoin është në rënje me 0,98%, kuotohet në $78,53 dhe Bitcoin Cash është në rënje me 0,52% të vlerës dhe kuotohet në $545,6 për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërsa në tregun e naftës vjet re një tendencë në rritje në sesionin e sotëm, por ditën e djeshme çmimet humbën mbi 3% të vlerës duke prekur njëkohësisht nivelin më të ullët që nga tetori i vitit 2021 përpara madje se të fillonte edhe konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës. Megjithatë, pas humbjeve me 3% në sesionin e kaluar, si pasojë e shqetësimeve në lidhje me ngadalësimin e kërkesës, por edhe rritjen e furnizimit, sot vjet re një tendencë në rritje. Brendi Londrës ka fituar 1,21% të vlerës, tregtohet në $59,63 për fuqi. Nafta bruto amerikane është në rritje me 1,23%, kuotohet në $55,98 dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka fituar 1,18% të vlerës, kuotohet në $613,13 për ton. Një tjetër arsye që rrëzoi çmimet në sesionin e kaluar ishin lajmet se Rusia dhe Ukraina janë pranarritjes si marrëveshje për t'i dhënë fund luftës, e cila nisi në 2022, në shkurt të 2022 dhe në shkurt të 2026 shënohen plot 4 vite. Do të kalojmë tani edhe në tregun e metaleve të çmuara, ku ari po qëndron në rritje edhe në sesionin e sotëm, duke u ngjitur mbi nivelin e $4,300. Metali i verdh vjen të mbështetet nga tensionet gjeopolitike, por njëkohësisht edhe nga rritja e kërkesës për metalet e çmuara në tërësi. Ari tregtohet në $4,343.6 për oncë, në rritje me 0,26%. Argjendi vjen të surprizojë investitorët, ka regjistruar një nivel të ri rekord. Aktualisht është rritur me 3,67% dhe tregtohet në $65,65 për oncë dhe vjet re gjithmonë më shumë një kërkesë në rritje për argjendin nga industritë e reja, sikurse janë makinat elektrike, panelet fotovoltaike, por edhe inteligjenca artificiale. Edhe platini është rritur ndjeshëm, duke regjistruar ndër nivelet më të larta në histori, tregtohet në $1,933.5 për oncë, në rritje me 3,09% të vlerës. Në këtë mënyrë, përgjatë javëve të fundit, argjendi dhe platini po performojnë më mirë krahasuar me arin që më herët gjatë këtij viti regjistroi nivelet më të larta historike prej rreth $4,500. Ndërkohë në ecurinë e tregut të aksioneve, shumica e bursave në kontinentin evropian po qëndrojnë në territor pozitiv në sesionin e sotëm, megjithatë kujdesi është i lartë sepse investitorët presin takimin e Bankës Qendrore Evropiane ditën e nesërme, por edhe vendimarrjen e Bankës Anglisë. Po nesër vetëm indeksi zyriut SMI ka rënë lehtë me 0,17%, të gjitha indekset e tjera janë në rritje. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë fituar 0,84 dhe 0,24%, CAC 40 i Parisit dhe FTSE 1000 i Milanos janë rritur me 0,11 dhe 0,39% të vlerës. Ndërkohë për sa i përket ecurisë së tre indekseve kryesore në Wall Street për sesionin e kaluar, vjet re ndryshimi i vogël, Dow Jones dhe Nasdaq kanë rënë me 0,62 dhe 0,24%, ndërsa Standard & Poor's 500 ka fituar 0,23% të vlerës. Për sa i përket ecurisë korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, gjithashtu vjet re një tendencë në rritje e sektorit industrial. Rheinmetall ka fituar 2,2%, Siemens Energy, Deutsche Bank, Commerzbank dhe Bayer AG kanë fituar nga 0,86 deri në 2,05%. Në anën tjetër, në kompanitë që realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit, rënja kryesohet aktualisht nga Volkswagen, nga sektori automjeteve, e cila ka humbur 1,08% të vlerës. BMW, Sartorius, Henkel dhe Kia Gen janë rënje nga 0,79 deri në 1%. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.